Josie Shpanori, i njohur i spektaklit televiz e Big Brother V, ka trondëtur jetës sociale me deklarata sinqertë dhe të guximshme, e cila kanë ngjallur reagjime të shumta në publik. Në një kohë kur çështjet që lidhen me identitetin dhe orientimin seksual janë ende tabu për një pjesë të madhe të shoqërisë, Josie ka zgjedhur të flasë hapur, duke mbështetur një nga miqtë e tij më të ngushtë, i cili i përket komunitetit LGBT. Në një postim publik, ai ka shprehur qartë se mbështet shokun e tij pa asnjë rezervë, duke theksuar rëndësinë e pranimit dhe respektit ndaj secilit individ. Në deklaratën e tij, Josie theksoi se çdo njeri ka të drejtë të zgjedhë seksualitetin e vet dhe se askush nuk duhet të paragjykohet për këtë arsye. Ai shtoi se dashuria, miqësia dhe ndeshmëria janë më të rëndësishme se çdo etiketë që mund të vendosë shoqëria. Nuk ka rëndësi se ka dashurën dikush, rëndësi ka të jetë vetvetja dhe të ndjehet i pranuar për atë që është, janë disa nga fjalët që ai ka ndarë me ndjekësit e tij. Ky mesazh i fortë ka pasur një ndikim të menjëhershëm në opinionin publik dhe në media sociale. Mbështetja e hapur që Josie ka dhënë për mikun e tij është përshëndetur nga shumë figura publike dhe qytetarë të thjeshtë, të cilët e kanë konsideruar atë si një shembull pozitiv të tolerancës dhe ndërgjegjësimit shoqëror. Megjithatë, siç ndodh shpesh me tema të ndjeshme, nuk kanë munguar as zërat kritik dhe komentet paragjykuese, çka tregon se rruga drejt barazisë dhe pranimit është ende e gjatë. Josie ka bërë të qartë se ai do të qëndrojë gjithmonë në krah të mikut të tij dhe të çdo personi që ndjehet pjesë e komunitetit LGBT. Ai ka kërkuar që shoqëria shqiptare të ecë përpara drejt një mendësie më të hapur, ku çdo individ të ndjehet i lirë dhe i sigurt në shprehjen e vet. Askush nuk duhet të ndjej frikë për të treguar se kush është në të vërtetë. Është një tjetër deklaratë që tregon qartazi qëndrimin e tij. Në një kohë kur figura publike kanë ndikim të madh në formësimin e opinionit shoqëror, qëndrimi i Josiet vjen si një thirrje për më shumë mirëkuptim dhe përkraje ndaj të gjithëve, pavarësisht orientimit të tyre seksual. Kjo deklaratë nuk është vetëm një akt mbështetjeje për një mik, por një mesazh i gjerë për tolerancë dhe drejtësi sociale që shkon përtej kufive të miqësisë personale. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.